أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد gjithë hamdi, falënderimet dhe lavdia e plotit takon të madhit Allah te baraka wa taala, salate dhe selam e dërgojmë me të dashurit ton, me të madhit pejgamber Muhammedit ton të dashur sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar dhe shumë të respektuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Elusim Allahun te baraka wa taala që edhe ky takim i radhës tjetë në peshorën e veprave tona të mira, të cilat vepra të mira do të na bëjnë edhe faqebardh edhe të shpëtuar në këtë botë, por edhe në takimin tonë me Allahun te baraka wa taala. Po fillojmë me një kapitull 3 nga libri i jashtëzakonshëm i Imam Neveviut Riyadus Salihin. E kemi titulluar këtë rrugtim tonin së bashku kopshti i zemrave të pastërta. Të dashurit e mi, para se me fillu me kapitullin e radhës, kapitulli i radhës është jashtëzakonisht i bukur, jashtëzakonisht i rëndësishëm për gjithë ne, kapitulli i pendimit, tëubes. Du me përmend një rregull shumë më rëndësi që nuk duhet asnjëherë me haru. Sa herë që lexojmë libra të haditheve të pejgamberit alayhis salam, apo libra të cilat kanë të bëjnë me pjesën nga jeta e pejgamberit alayhis salam, ne kur lexojmë hadithet e pejgamberit alayhis salam, apo lexojmë fragmente edhe pjesë nga jeta e tij sallallahu alaihi wasallam, kemi për qëllim një çështje shumë madhore. Qëllimi është që ne nëpërmjet këtyre haditheve, nëpërmjet atyre pjesëve dhe fragmenteve të jetës së ndritur të pejgamberit alayhis salam, provojmë me kuptu si të udhëzohemi në rrugën e tij, nga sa atë kemi model. Në thot qëllimi kur lexojmë hadithet pejgamberit alayhis salatu wassalam është si të udhëzohemi në rrugën e tij, si të veprojmë ashtu sikur ka vepruar ai, si të adhurojmë Allahun ashtu sikur ai e ka adhuruar, cila duhet të jetë sjellja jon konform sjelljes së tij, edukata jon konform edukatës së tij, e kështu me radhë. Në të kundërtën, nuk ka asnjë vlerë nëse ne lexojmë hadithet e pejgamberit alayhis salam dhe nuk i marrim ato hadithe si udhëzim drejt rrugës së tij sallallahu alaihi wasallam. Kjo është domethënë e rëndësishme. Kapitulli i pendimit. Ky kapitull i ka 12 hadithe, sikur kapitulli që kemi kaluar me të 2 javë të kaluara, kapitulli i sinqeritetit. Fillimisht Imam Neveviu rahimahullah, para se me përmend këto hadithe, e ka përmend një hyrje me rëndësi në lidhje me pendimin. Të dashurit e mi, ulemaja, dietarët islam nënvizojnë, thojnë, pendimi taubeja është obligim, është vajib pas çdo gjunahi. Rregulli numër 1, mos harro ti bashkë me mua. Pendimi tek Allahu, taube, është obligim, vajib, farz, mas çdo gjunahi. Rregulli numër 2. Ulemaja kanë thonë, nëse gjunahi ndërlidhet në hak të Allahut, për me qenë pendimi yt dhe pendimi im i kompletuar, duhet me i plotësu 3 kushte. 3 kushte. Nëse njëna mungon, pendimi është i mangët. Kushti i parë, me njëherë me braktis gjinahin. Kushti i dytë, me ndi keqardhje, me të ardhë keq, pse e ke shkel
një fjalë prej fjalëve të Allahut. Kushti i tretë, me pas vendosshmërin, me qeni vendosum, nuk kthehesh mo prap aty ku e kon më herët. Nuk kthehesh me bo gjinajn prap sikur e ke bo më herët. Këto tri kushte i jepin saktësi, është pendim i sakt, i drejt, i plot, të ubeja, kur gjinaj është në hak të Allahut. Regulli nëmër 3, kanë thonë ulemaja, nëse gjunahi ka të bëj me hakun e njerëzve, nëse gjunahu ka të bën me hakun e njerëzve, këtyne tri kushteve ja u kanë shtu dhe një kusht, 4 kushte jonë. Do më thonë, me braktis me njera atë punë të keqa të gjuna, me të ardhë keqe dhe me ndi keqardhje, pse ke qenë duke e bo një veprim që Allah ka ndalu, e treta me qeni vendosur se nuk thesh, mo nuk e përsërit, e katërta kanë thonë ulemaja kur është në hak tjerve. Me ja kësi hakun. Hakun ndaj tjetrit mund tjetë hak material, ki marë pare, i ki marë borgj, i ki marë tokë, i ki marë kerë, i ki marë roba, ku ta diune. Ndonjëherë haku ndaj tjetrit nuk është material, por është hak i cili ka të bëj me dignitetin dhe nderin dhe krenarin e një personi. Ja ke bo në i tradhti, eudhu billah, ja ke bo në i shpifje, ja ke bo në i shpionazh, apo e ke marë për gojë. Nëse ke bo kibet, do të me i lyp halal. Dhe këto janë 4 kushtet kur gjunahi është mes robit dhe robit. Të dashurit e mi, ulemaja, regullu nëmër 4, ulemaja kanë arë në përfundim, duke u bazu në Kur'anin fammadh, duke u bazu në fjalt e pejgamberit ton sallallahu aleyhi wasallam, pendimi se është obligim për çdo musliman dhe muslimane për këtë çështje ka unanimitet, ijma. Kur kush nuk ka thonë ndryshe. Më lejoni t'i përmendi 3 argumente nga Kur'ani që i ka përmend Imam Neveviu, pastaj vazhdoj me hadithet e kapitullit ton. Argumentin e parë që i ka përmend Imamu Nevevi rahimahullah, se pendimi i ynë është obligim pas çdo gjunahi, i madh, i vogël, me qëllim, pa qëllim, kur e bën haptazi, kur e bën fshehurazi, çdo herë ki obligim mas çdo gjinaj, çdo herë mu pendu. Thot Allahu dhul Jalal, sura Nur 31, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dhe pendohuni ju të gjithë tek Allahu, o besimtar, la'allakum tuflihun, ndoshta do të shpëtoni në këtë botë dhe në botën tjetër. Është interesant, shëqani kanë një thirë Allahu mu pendu, në mënyrë urdhërore, besimtarët. Nuk për thot, pendoni tek Allahu të gjithë ju gjunahçar. Jo, ejuhel mu'minun, o ju besimtar. Pendoni të gjithë tek Allahu, do të thonë urdhër. Argumenti i dytë që ka përmend Imamu Nevevi është ajeti 3 Hud. Allahu dhul Jalal thot: "Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi." Jeni të obliguar të kërkoni falje ndaj Zotit tuaj dhe të pendoheni tek Allahu. Jeni të obliguar të kërkoni falje tek Allahu dhe të pendoheni tek Ai. Dhe argumenti i tretë që ka përmend Imamu Nevevi është ajeti 8, Surja Tahrim. Allahu dhul Jalal thot: "Ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha." O ju besimtar, pendohuni tek Allahu me pendim të sinqert. Me pendim të sinqert, me pendim të një mend për një me. Subhanallah, shejtani, Allahu e mallkoft, disa njerëz i lajthit dhe vjen deri në një përfundim sa që i mashtron ata njerëz, edhe ata thojnë, po në mësi nuk po muj mu qka prej gjinaheve, unë po kom dëshirë mi braktis gjinahat, por ko pas
pas kohë po kthen atë gjunat, pse mu pendu tek Allahu? Ndoshta ky pendimi jem nuk është i sinqert. Ma mirë s'po pendona. Gabim është kjo. Kjo është gabim. Ky mentalitet, këtë mendësi e dëshiron shejtani dhe këto e ushqen shejtani te secili prej këtyre njerëzve. Jo. Keni me i pa hadithet. Sa herë bën ti bashkë me mu gjuna, dush mu pendu tek Allahu. Është turp me shkuna te Allahu nesër. E kem boni gjuna, e për atë gjuna nuk kem pendu tek Allahu. Nuk thonë është gabim. Nuk guxon ti me mu bashkë me dalë para Allahut për gjunat që i ke bën dynjë e nuk ke kërku falet Allahu. A ti falë Allahu, a nuk të falë Allahu? A e pranon pendimin e Allahu prej te? A se pranon? A të mëshiron, a nuk të mëshiron? Kjo nuk o puna jote. Kjo nuk o puna jote. Kjo është nën mëshirën e të madhit Allah. Unë dhe ti kemi obligim mas do gjunahu të madh, të vogël, haptazi, kur e bojmë, fshehurazi kur e bojmë, kur e përsëritim, nëse vazhdimisht do të më pendu. Mos me shku të Allahu e me na mbet ndonjë gjuna që ne nuk kemi pendu tek Allahu te baraka o taala. Allahu na i fal gjunat tona o vëllezër, Allahu na i fal gjunat e prindërve ton, Allahu na mëshiroft neve, na i mëshiroft prindërit ton, Allahu na pranoft pendimet tona, Allahu na mundsoft që të jemi prej besimtarve që pendohemi sinqerisht tek i madhi Allah xhella xhelaluhu. E tash Imamu Nawawi rahimahullah nuk mundemi sonte me i përmbledh të gjitha hadithet, por do të mundohemi 1, 3 apo 4 për sonte në këtë takim të marrim. Hadithin e parë që e ka përmend Imamu Nawawi rahimahullah është hadithi i Abu Hurairës radhiyallahu anhu, i cili thot e kam dëgju pejgamberin alayhi salatu wassalam duke thonë: "Wallahi un kërkoj falje tek Allahu dhe pendohem tek ai brenda një dite 70 herë." Ky transmetim është i Bukharis. Ndërsa nga një sahabi tjetër e Gharr ibn Yasar al-Muzani thot e kam dëgju pejgamberin alayhissalam duke thonë: "O ju njerëz, pendoni tek Allahu dhe kërkoni falje prej tij, se unë pendohem dhe kërkoj falje tek Allahu 100 herë në ditë." Ky transmetimi i dytë është te Muslimi. Ai i pari këtë Bukharia. Nuk ka kontradikt mes këtyre dyjave. Rasulullah alayhi salatu wassalam, që Allah ja ka falë gjunat e kaluara dhe gjunat e mëmënshme, 100 herë në ditë ka thonë astaghfirullah. Pasha Allahun me elshu matjen 100 herë, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nuk di na shtat 3 minuta apo 4. Jo më shumë. Bënë shprehi. Kjo është më e pakta për me ndjek udhëzimin e pejgamberit alayhissalam, sunetin e tij, rrugën e tij, traditën e tij. Kjo kon praktika e tij sallallahu alaihi wasallam. Më e pakta 100 herë. A nëse vazhdon edhe mbi 100, alhamdulillah. Alhamdulillah. Në thotë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Çka mësojmë për këtyre dy haditheve, shpejt dhe shkurt? Mësimi parë, këto dy hadithe na mësojnë se pendimi dhe kërkimi i faljes për gjithë ne tek Allahu është obligim. 2. Që ka thënë pejgamberi alayhissalam në transmetimin e dytë: "O ju njerëz, pendoni dhe kërkoni falje prej Allahut, se unë brenda ditës 100 herë kërkoj falje dhe pendohem tek Allahu xhalla xhelaluhu." 3. Ne pejgamberi alayhissalam nga kjo praktike e tij e bekuar, pejgamberi na tregon jetën e qetë në këtë botë dhe në botën tjetër. Të dashurit e mi, unë nuk po du me tregu diçka që ju nuk e dini, bashkë me mu e dim të gjithë, por dikush prej neve ka ma shumë informata për këtë që po du me thonë, dikush ma pak. Sot njerëzit vujnë, sot njerëzit kanë problem serioz nga se nuk mund të jetojnë jetën e tyre të qetë, nuk mundin me jetu jetën të qetë. Prej dhuntive dhe begative më të mëdha që Allahu e bekon një njeri është me jetu jetën në qetësi, me jetu jetën në paqe, me jetu jetën në rahati. Sot njerëzve ju mungon rahatia.
Sot njerëzit nuk jetojnë qetë, nuk ka mundësi me jetu njeri i qetë. A dini pse? Se qetësia e vërtet arrihet vetëm kur ti je në paqe me Allahun tonë te baraka wa taala. Edhe Allahu ta mbush zemrën edhe gjoksin për plot rahati dhe qetësi. Shqeni vëllezër, neve po na mungon vëmendja, juve bashkë me mua. Ne çdo ditë mos i falim namazin e sabaut, edhe kur e falim ikindin e bëjmë dhikrin e mëngjesit edhe të mbrëmjes. Që më lejoni vetëm një pjesë, një lutje të madhe. Wa amin rawati. Është ajo lutja, domethënë Allahumma inni es'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dunya wal akhirah, o Allahu im kërkoj falje dhe shëndet e mirëqenien këtë botë dhe në botën tjetër, o afiyata fi dini wa dunyaja, më jep mirëqenie qetësira ati në fen time, në dunjon time. Një momentet, o amin rawati, o Allah, ma mbush tërqenjen time, qetësi e siguri, largoje trishtimin prej meje. Allah. Ne e thojmë të o amin rawati, po nuk ka marifeti me thonë vëzër, marifeti o me përjetu. Marifeti është në këto momente kur Allahu t'i kërkon, Allahu me ta mbush për plot zemrën dhe shpirtin, e gjoksin, e trupin, e mendjen, e krejt qenjen tënde, qetësi e rahati, siguri e stabilitet, me largu çdo lloj shqetësimi, sikleti, trishtimi, ankthi, dëshprimi, zhgënjimi. Shiqani, nuk ka mundësi në këtë botë ti mos mu dëshpëru. Rasulullah alayhis salam u kono dëshpëru. Rasulullah është zhgënjy. Unë isë më shku në Mekë, me kry umrën, i kanë dalë për para armis, e kanë këthy mrapa. Edhe ka thonë piprejmë kurbanat, ju ka thonë shokve prejni kurbanat, kur kush pej shokve se kanë ndiku, o këthy të gruja vetë për plët i mërzitum, e i dëshprum, s'po më ndikojnë shokët e mi. Sa herë pejgamberi është mërzit, sa herë është zhgënjy, mërzia është njerëzore, është normale, është e natyrshme, por është diçka që ka i thuhet iman. Ajo nuk blehet. Ajo në mënyrë artificiale nuk instalohet. Se më konë mu blehe dhe mu instalu, si ka thonë njëni pej muslimanëve të mirë, si kur të ishte lumturia diçka që grabitet mbretërit e botrave me shpata kishin me na grabit lumturin, e s'kishin me na lënë pik lumturie, po s'është ajo që nuk grabitet ajo. Nuk grabitet ajo. Sa njerëz me bo me i pyet, Allahu ja ka jap mundësit, ashtu e ka jetën, caktimin, merret me biznes, me tregti, edhe ti e ungjesh me pi një kafe me ta, e kupton, thot une që 2 vjet gati nuk e di që kom hongër buk në dënjerë shpit temen, krejt këtë koha buk në për seminare, në për kongrese, në për panahire, në për hotele, me 5 yje, me 6, në krejt pjesë e Evropës, atje këtu. Po, kjo është një pjesë. Ko janë nisë edhe pak me shkund ato, me shkund edhe pak, e merr vesh që ky njeri ka një zbrazdësi, fat është, fat. Ato, këto kënaqësitë e dunjas janë të çastit, po lumturohesh momentalisht, po kalon ajo, kalon. Jemi konë prom një darkë, jemi kënaq, o sa bukur kemi kalu. Kur vjen dita sotit, ajo e promshit me tek e promshit, e kalume, u kry. Jemi ki kalu, u kry. Si del dita e re, te lashet e reja, sfidat e reja. Domethënë kënaqësitë e botës janë të çastit, janë të momentit. Kënaqësia e cila ty të dhuron stabilitet, dhuron siguri, dhuron qetësi, rahati, pasuri, është qetësia me Allahun te baraka wa taala. Qetësia me Allahun te baraka wa taala. Wallahi, nuk po e them këtë ty boti fuzllok, se edhe ju e dini këtë si unë, edhe ju këtë e përjetoni si unë, e ndoshta edhe më mirë se unë, por po e thojmë për shkak të kamerës, se dikush mendon se është detyra jona me propagandu, ju nuk ka propagandë. Urdhra dhe provoje, urdhra shijo, urdhra kërko, urdhra jetoje këtë kënaqësi, e cila vetëm përjetohet dhe shijohet
është vështirë me ta tregu ty. Ndoshta një hoxh ka aftësi të jashtëzakonshme me ta sfigu mënyrën më të bukurën, po prapë është e kot nëse nuk e ke provu, duhesh me kërku. Sikur në më thonë juve me pas ashtu një hall, ose be mirë ko ka që kjo hall, o po të shkri ka ngoj, ose pas ka shumë i ndyr, o ko ka me lajthia, o ko ka me fistek, o ki mu knaq, badjava, haj hoxha ti mos ja badjava, do të çdo kush me kërku për juve për me pa është e mirë, as është e mirë. Badjava, duhesh me kërku për me marrë vesh për me. Namazi është jashtëzakonshëm, po duhesh me hin namaz, me u kënaq me namaz, me përjetu namazin, me jetu namazin, me kërku namazin, me shiju namazin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Prandaj vëllezërit e mi, këto dy hadithe na mësojnë këto 3-4 gjëra jashtëzakonisht të bukura. Hadithi i radhës është hadithi të cilin transmeton Anas ibn Malik al-Ansari radiyallahu anhu, shërtori pejgamberit alayhis salam, i cili thot Allahu Akbar. Dëgjoni këtë hadith ka një transmetime. Lillah afrahu bi tawbati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Allahu Jelle Jelaluhu gëzohet shumë te i mase kur dikush prej robëve të tij pendohet. Allahu gëzohet te i mase. Shumë gëzohet Allahu kur një rob i tina pendohet. Thot gëzimi i Allahut është më i madh se sa kur dikush prej juve o kon shkretin e o kot o rape i devës në tokë, i ka ik devja, a i ka metin shkretin, po ballafaqohet me vdekjen. Dhe para mendo, kur e gjojnë shpetimtarët këtë njeri, i cili e ka humb kafshën, e ka humb ujin, ushqimin, dhe kur e gjejnë shpetimtarët, çfarë gëzimi ka ky njeri që i shpëtoi vdekjes së shkretin? Gëzimi i Allahut me pendimin e robit të tij është më i madh se sa gëzimi i këtij i cili i shpëtoi vdekjes në mes të shkretirës. Allahu Akbar. Apo sikur ka thonë pejgamberi sa hadithin tjetër të Muslimit, ky ke Buhari Muslim, i dyti thot Allahu gëzohet më shumë me pendimin e robit të tij kur dikush prej juve, se sa kur dikush prej juve e ka humb kafshën e tij, dhe pejgamberi alayhis salam thot në kafshën e tij ka qenë ushqimi, pija, uji, dhe kur e ka pasë i ka ik kafsha, thot o pështet në një pemë, edhe me kalimin e kohës e ka humb shpresën se ka me shpëtu. Thot deri sa o kon duke e prit i dëshprum vdekjen, uj jo, ushqim jo, kafsh jo, midis shkretinës, thot për një moment e ka pa, i ka ardhur dikush përpara edhe e ka shpëtu. Çfarë gëzimi është për këtë njeri i jashtëzakonshëm? Sa që thot pejgamberi, ky pe i gëzimit kur e ka pa që ju ka kthy devja apo kafsha, kjo është vetëm përshkrim figurativ nga gëzimi që i ka shpëtu vdekjes, edhe masi i ka humb kafsha, ju ka kthy kafsha me ushqim me ujë, nga gëzimi ka thonë ky pe i gëzimit madh, o Zot, unë jam Zoti, ti je robi jem. Vend që me thonë, unë jam robi, ti je Zoti, i ka ndru fjalë pe i gëzimit, e pejgamberi alayhis salam thot kur robi pendohet tek Allahu, Allahu gëzohet me pendimin e robit të tij më shumë se sa ky që është gëzu, i cili e ka përjetu vdekjen për një moment, po i ka shpëtu në fund me ndimin e Allahut te baraka wa taala. Do thonë vëllazër, shiqoni a ka diçka motiv ma të fuqishëm që të motivon ty dhe mu me u pendu te i madhi Allah dhe me kërku falje se sa kjo që Allahu gëzohet me pendimin ton? Kush jam mbron edhe ti Allahu mu gëzu kur ti kthehesh Allahut? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahi, ai i cili e madhnon me zemrën edhe me qelizat e tij të madhin Allah, këto me dëgju dhe me pranu, kjo është e jashtëzakonshme. Allahu Jelle Jelaluhu për një rob që veç me bo me prek një grip e qëtë për toke, a keni pa gripi për toke në qëtë, kur ti i cili je kaq i pa fuqishëm, ti i cili në këtë bot je i përkohshëm, ti
i cili e bart shpirtin në vetveten tonë dhe nuk disponon. Kush disponon me shpirtin e ti? Ti ki shpirtin. Ti si Zoti shpirtit tënd. Në bim me fjet. Nuk e di ma kemi mu zgju. Po atë ka ndonë në njëre mësë me të kap ty dhe mu gjumi natën mësë mu ratu. Dhe sa ma shumë ka o zgjat koha dhe ti nuk i ratu së të ka kap gjumi, të ka kap nervoza, shqetësimi, ankthi, nervoza. La ilaha illallah. Po një njeri nëse s'flen 2 datë, po një njeri nëse s'flen 5 natë, po nëse një njeri nuk flen 5 javë dhe 5 muj, edhe ajtë një flen i dërmuar, por jo në kohën kur është koha e gjumit. Neve nuk na do këtë vëzër interesant pëse flajmë. A di se peqe në orën dynje, peqe maj mend vetën, neve na do këtë që du të me flajt. Jo maraj gjumi e dhunti Allahut. Sa njërës nuk mundin me flajt, vetëm i kanë të koka i tyne i kanë kutijat me hapa. Të koka i kanë kutijat me hapa, s'po i përmendit dhe tjerë që pihen natën, ose përdorin edhe elemente tjera me i zonë gjumi. A di çfarë dhunti është me si ta qëtë krytin një stek. Wallahi i di do vlazë dhe dojnë, wallahi hoj zdi apo mëj mi botë të spit. Po më kap gjumi si kigji. Zdi ka njerës po mëj mi botë të spit. La ilaha illallah. A ke po, nëse bjen me fjetë mas namazit jacis, parimisht nëse si e lodhë shumë, pasha Allah në pa bo ora, një gjysore, një orë, pa thire zoni sabajt, ka me dalë gjumi, vetë dalë gjumi. Je knaq, je ngi gjumë 5 orë, kjo nuk i bjen që s'ki nevoj ti prap me fjetë, po, dhunti e madhë është kjo, e kush po ta jep këtë dhatë ty? I madhi Allah, gjelle gjelalu. Do të më shku me vetë një që se kap gjumi e që krejt jetën e ti me diazepa ma flen, do të ati me i thonë, atë ka marë mali mu knash me flejt, bre. Ti si kinji po flen për zënat. Kush po të bënd ty me fjeti me pushu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadithi radhës është hadithi Ebu Musa al-Ash'ari, ka thonë pejgamberi a.s. Dëgjeni këtë hadith të bukur, plët jetë, i jashtëzakonshëm. Thot pejgamberi a.s. Allahu Jalla Jalaluhu e shtrin dorën e ti ditën që të pendohet ai i cili ka bërë gjunah natën, edhe e shtrin dorën e ti të faljes natën që të pendohet ai që ka bërë ditën. 24 orë Allahu e ka të shtrir dorën e ti të faljes për me i falë robët e ti Jalla Jalaluhu. Deri sa nuk lind diellin perëndim dhe nuk perëndon lindje mëngjes e mbrëmje, natën dhe ditën, Allahu na pret me faljen e ti Jalla Jalaluhu. Allahu na pret me faljen e ti Jalla Jalaluhu. Hadithi tjetër transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, ka thonë pejgamberi alayhis salam, ai i cili bën tauba dhe pendohet tek Allahu para se të lind dielli në perëndim, e të perëndon në lindje, Allahu do t'ja pranon pendimin e tina. Do të thotë, 2 momente jonë kur nuk pranohet pendimi. 2 momente jonë kur nuk pranohet tauba. Kur të mrin shpirti jam qëtu, edhe don me dal, s'ka mo. Dul shpirti, s'ka pendim. Faraoni o pendu të Allahu, faraoni Musës. Kur e ka pa veten midis detit kuq, Allahu Jalla Jalalu me madhin e ti e ka da detin e kuq për gjys, e Musaja me besimtar, prej kësaj anë detit me dal aton, faraoni me ushtar. Jën hi, kur o dal njeri Imran për i besimtarve të Musës, në atë pjesë detit, ka fillu deti prap mu bo bashk. Ka fillu faraoni Musës me thonë, po i besoj Zotit Musas. Që ka thonë pejgamberi në Bukhari, dëgjoje, Gjebraili a.s. aq ja ka pos inati, aq e ka urrejt faraonin, se ka qenë kriminali me i madhi kohës në botë. Ka shku Gjebraili deri në fund detit kuq, e ka mbush me dorën e ti a.s. me dhëun e detit, e ja ka mush gojen faraonit, o tut mos pja pendon, mos pja pranon Allah pendimin. Ka rahmet Allahu Jalla Jalaluhu. Ja ka mush gojen me dhe të detit, mos
mos me mujt faraoni me thonë, sa janisi me thonë, tha, po I besoj, tha Zotit Musës. Kur e pa që po vjen uji, u fundas, e pa e ti deken me sy. Allahu dhul gjelali tha, al-ana wa qad asajt, deri në këto momente e ke kundërshtu Allahu dhe Musën, a tash po don me besu? Dhe më thonë, momenti parë kur nuk pranohet pendimi, është kur vjen shpirti ngërgare. Momenti dytë, kur lind diellin perëndim. Kjo për 10 shenjave të mëdha të kiametit. Këto na I ka përmend pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam. Të dashurit e mi, këto janë ato hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam që I ka përmend Imamu Nawawi rahimahullah. Na kanë mendt edhe 5 hadithe për një javën tjetër inshallah taala. Do të vazhdojmë se janë hadithe të gjata, janë hadithe të bukura. E në fund është ai hadithi në këtë kapitull, është ai hadithi I jashtëzakonshëm I atyne 3 burrave në Medinë, 3 shokëve të pejgamberit alayhi salam, që Allahu 50 ditë ja u ka vanu pendimin. 50 ditë Allahu I kalon në ankth, pas janë pendu Kabi me 2 shokët e tij, se nuk kanë marrë pjesë në betejën e Tebukut pa arsye. 50 ditë Allahu e ka vonu përgjigjen. Mas 50 ditëve Allahu ka pranu pendimin. Na ka përmend Allahu ngjarjen e tyre në surën Taube. E jashtëzakonshme. 50 ditë. Do ta kuptojmë javën tjetër pendimin e këtyre 3 burrave të mëdhaj që I ka përmend Allahu xhelle xhelaluhu, që Allahu ka pranu pendimin. Elusim Allahun tebaraka wa taala që çdo herë sa herë që të bëjmë gabime e gjunahe të pendohemi, mos harani. Edhe njëre kanë thonë ulemaja, edhe njëre po e përsëriti para se me përmbyll për 2 minuta. Është dredhi e shejtanit mallkuar me na hutu edhe me na bind në lajthitje se nuk duhet të pendohemi kur bëjmë gjuna. Ja, unë kur ta bëj për një me menden që s'du me bo mo, që atëherë pendona. Kanë thonë ulemaja, mbajen mento. Nuk guxon besimtari me dalë te Allahu, e nesër ty me dalë një gjuna që ti për qatë gjuna nuk ke bo të ube. Është punë e Allahut ta të falë, së të falë. Ti ki me bo të ube. Mirë, a guxon ti me bo gjuna edhe më mburë për Allahut? Jo, po shejtani ty dhe mu po na mashtron kojtja lakmia, po bojmë gjuna. Rregull, kjo gabim apo kjo rregull, po nuk guxon me mungu pendimi. Për çdo gjuna që ke botë dhe unë duhet me pas pendim. Pranaj po e përmbylli me atë hadithin, e du një hadith të madh pejgamberit alayhis salam, e përmendi shumë herë, ka thonë Resulullah alayhis salam, Tuba liman wajada fi sahifatihi yawm al-qiyamati istighfaran kathira. Lum për atë njeri që nesër në ditën e gjykimit, në librin e tij, në CV-n e tij, në dosjen tonde, unë kam dosjen, ti ke dosjen, secili yalqahu manshura. Kurani thot, Kurani na tregon thot se cili ka me dal para Allahut ditën e kiametit, dini Allahu ju nderoft, nuk po e bëj me bo krahasim, po ilustrim. Dini sikur të burgosuri që e ka numrin, edhe e ka dosjen, edhe veprën e krimit që ka bo, secili prej neve në ditën e kiametit në qafën e tij, e ka dosjen, yalqahu manshura. I lumi ai I cili nesër në ditën e kiametit në librin e tij ka të regjistruar shumë istighfare. Sa më shumë? 1 milion, 10 milion, 1 miliard, 5 miliard. Se që ky istighfari, ja ayuhan nas, tha pejgamberi, o ju njerëz,
pendohuni dhe kërkoni falje te Allahu se unë brenda ditës 100 herë. Merë sonte obligim, prej sonte detyrë e jetës për mua dhe për ty. Nëse se ke bë deri sonte, nëse le të jetë sonte që kjo dobia e vetme, nëse sonte kur gjë s'kemi më mësu, kur dalim tash, nëse nga sonte me ndjek rrugën dhe sunetin e pejgamberit, sunneti i pejgamberit alayhis salam i përditshëm çdo ditë, sunneti i pejgamberit 100 herë ditë me thonë astaghfirullah. Ky është obligim i jetës për mua dhe për ty. Nga sonte u kry, mos e le në çdo kohë, ki haruma sabajt ndrek, ki harun ndrek një kindi, ki harun një kindi në akşam, kur jena me fjet, mos e le dita me t'ik. E mos me i pas 100 istighfare të regjistrume tek Allahu konform sunnetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na fal ya rabbel alamin. Allahu na i fal prindrit ton, Allahu na i fal familjet, evlad, trashëgimtarët dhe dashurit ton. Allahu na mëshiroft me mëshirën e tij të pakufishme. Allahu e din më së miri, wallahu ta'ala ala wa sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.